Studimi realizuar nga kompania britanike e kartave të kreditit Aqua e rendit Shqipërinë në vendin e parë mes destinacioneve më të lira për pushimet verore në Evropë në vitin 2026, sipas të përditshmes britanike Daily Express. Analiza e cila krahasoi koston e një qëndrimi një javor në destinacione turistike në Britaninë e Madhe dhe në Evropë vjen në një kohë kur 47% e britanikëve që planifikojnë të udhëtojnë kanë vendosur të ulin shpenzimet për shkak të rritjes së kostos së fluturimeve. Sipas studimit, Shqipëria ofron raportin më të mirë mes kostos dhe përvojës së pushimeve, me fluturime vajtjardhje që kushtojnë mesatarisht rreth £100. Ndërsa një javë akomodimi për 2 persona gjatë muajit korrik ofrohet me një kosto mesatare prej £381, rreth €447. Shqipëria kryeson listën e 10 destinacioneve më të lira në Evropë duke u spikatur si zgjedhja më ekonomike dhe më leverdishme për pushimet verore të vitit 2026. Ky vlerësim vjen ndërsa turizmi shqiptar vijon të shënojë rritje të fortë. Numri i vizitorëve në vend u rrit me 89% në vitin 2025, krahasuar me vitin 2019, duke bërë Shqipërinë destinacionin turistik me rritjen më të shpejtë në Evropë.